Gruaja kum ka dek. Ylla kum bas, ka ylla më kalon të shtëpia, e shtek që përzin unë yllat me prunë telefon jo. E shtek që e prishin unë shtëpinë, jo. Unë e di njerëz që janë martu 4-5 herë kur mo, se janë bërë atë. Kum thonë jo, edhe kum pas oferta po jo edhe pik. Nuk bën laper si do që bën. Po lapera valla se kërkush nuk noç. Kur në jetë nuk vjedhi, nuk rrej. Shpiun kur si ne kona, kur gabimi që s'ja fal vetin jam që se kum lënë dijen me marr mas pari. Pse me pën cigaren? Se s'pelim më plak njerin. S'pëlqen më plak? Po, A mendon që është edhe dëmsh? jo se pe myt më herët, për çfarë se li më plak? E myt më herët. E si sa ku e pen? Unë që 2 vjet se gruaja më ka dek që 2 vjet edhe Çfarë janë nisë edhe cigares? po se kum pi një herë 13 vjet, e kum lënë pi luftës e kum nis. 11 vjet e kum lënë, si 2 vjet. A më lënë që pëta ik mërzin cigare? Po më mashtron pak, më heka s'më hek, më mashtron pak. Po harxoj shumë. Cili është momenti më i vështirë në jetë që e ke pas? Gruaja kum ka dek. Çka është momenti më i vështirë? Po, E martu prap? jo, edhe s'kam mendën. Asnjëherë. Po. Pse? Mendon? Se jo s'më menore se ylla kum bas, ka ylla më kalon të shtëpia, e shtek që përzin unë yllat me prunë telefon jo. Kjo është. Po. Po më pëlqen shumë kjo që e tha. Se kam 2 djemë, 2 qika, rejen, mesa, nipa, e shtek që e prishin unë shtëpinë, jo. Se po mendon që nuk të kishin planu fëmija, po Se familja. unë e di njerëz që janë martu 4-5 herë kur mo, se janë bërë atë. E kështu që e di unë fort mirë çfarë shoqë që kum pas, e çfarë jetë kena pas, e tashti nuk muj edhe pikë. A kanë thonë kështu familjarë gjeje se të vyjmë për jetë, me qujet, me Po, edhe dika? më thonë ata, edhe mas më thonë unë për veti, kum thonë jo, edhe kum pas oferta po jo edhe pikë. Nuk bën laper si do që bën. Po du që ata shpimoni ka 2-3 gra lapera, a? Po lapera valla se kërkush nuk noç. Hiç. Valla në thot kushtot po kërkush nuk noç, dhe që rën. Po do ka që thojnë e ke dyta, një ce para, Jo pra valla me lulja parë asnjë tjetër s'është. Lulja parë është. Cilat kokë kanë mbetë, cilat fjalë kanë mbetë në kokë prej grus? Po shumë. Si që të mund për cilin, janë ato Po që shumë, zgjohesh me to dhe flan me to. Po fjalë të mira, më shur që kur s'kena pas një si më në thashë unë një ditë e pata në intervistë edhe se do kishë në mas ka rajt. Nuk raj, besoni. Kur në jetë nuk vjedhi, nuk raj. Shpiun kur si ne kona, kur vërçdo edhe nuk ka si. Kështu që kam qenë me met në vertikal. E cili është gabimi se s'ja fal vetës? Gabimi që s'ja fal vetin jam që se kum lënë dijen me marr mas pari, ku të kallzoj. Se ke lënë kënë, ti veta? Shoqin, se më në motë e kom. Se se ke lënë. Pse, e bëshë me në atëherë ishke qëtër kopë drejtë që e hongët. Tani ke rapi Po, shmane. po, qështu. Me thonë veç kjo ka konë që ja pas ke prish qefin, ma kur të se ke prish. Valla në shumë në rasteve jo, vallaj. Qështu. Se ka edhe tjera. Qka do të thot gruja për juve, si e për shkrun? Po, gruja tash me thonë drejtë në vetë jetë. Po, se, po, kush rren, ato rren. Se mas më konë gruja, mas më konë burri, mas më konë dula, ato sene që këtë dujon ashtohet, jo. Po, do mënë pas 100 vjetë që kjo dujon shohet mo. Kështu që, Falenderoj shumë se si te komendome. deri të i juve. Se e lëshove zitra. Hatrit qatë idealit, në Zvicër me jetë, e ki rogën, unë për veti ku marrë rogë dhe në 12.000 franga. Po kur t'hin banesa, hin sigurimet, haja, pija, shpenzimet e kerrit, po s'mesin as 200 franga. Mu vesh banesa në Zvicër, dikun më ka dalë 3.000 dhe në 3.500 franga. Momenti më i bukur i jetës teme, kur e kom shu Zvicrën që kom marrë në Kosovë me jetu. Jashtë atje punën gjithë shka, se menën që si she. 14 vjetë i kom qenë në Zvicër. Para 7 Dua ke vjetë. shku 14 vjatë. Leti në Alabama. Para 7 vite e kom lëshua. Se e lëshove zitra. Hatrit qatë idealit. A gjolli ju të shta? Mashallah, pse hatri ti? A i ka pas 4 vjetë e gjysë kur e kom lëshua, edhe se s'ka jetë atje. Për njerëzit që dojnë me jetua, ma mirë se në vend tonë s'ka. Se, me qka u deshkë mu përboll të atje që s'mejshë me jetu? Po s'mun është mja dalë, si ti në Zvicër për shamon, si në Zvicër me jetua, e ki rogën, unë për veti ku marrë rogë dhe në 12.000 franga. Po kur t'hin banesa, hin sigurimet, haja, pija, shpenzimet e kerrit, po s'mesin as 200 franga. Po për besë. A ka punu dhe gruja dikush tjetër i familjes, a veç te? Shoqën e kom pas, shoqja i ka pas bilëm 8 vite e gjysi ka pas atje. Edhe Batlin djali, se
Para se me lind djali, s'unë ka shku menja me lëshu Zvicrën, po kur më lindi ky, po të kallëzoj, se po është arsyeshme me nejt. E ai robi shmën tash që e ke lëshu? Jo, më çfarë, jo më të punu këtu, jam si jo më mirë. Ai nuk është rroga atjeshit, po me rrogën e këtu shi t'ja dalësh, për këtu. Këto pak po du që ja dalë, Po, Atje nuk jo. është pak, se sot për shembull unë dal gati me rrogë normale te 1300-400 euro. Po. 50 punon? euro ditën punon, me fasade punon. Për momentin nuk është keq, po Atje edhe unë po puna, çuditna kur pi shoh trit që po ngrejnë me dal jashtë, nuk është e rrugës. Për mua nuk është e rrugës. Që as vetë s'më nësh mja dal, Vetë kum për u. as vetë s'më nësh mja dal se lemo me familje. Jo, më konë vet, apet mund është mja dal, po du të me flet me një banesë për shembull që pagun 350 franga. Jo banesë 1500 franga, 2000 franga. Mu vesh banesa në Zvicër diku më ka dal 3000 deri në 3500 franga. Pa leben koshte që i thënë. Atje. Rrugës nuk matë Me këtë leben gjë. koshte. Po jo, se 500 franga ka pas që djali sigurimin, 500 shoqe, 500 unë, 1500. 3000 banesa, 4500. Ku haja, ku pija, ku janë daljet me familje për shembull. Një dalë me leja 100 franga për shembull. Me benzin të kerrit, po në Zvicër s'pështojsh me 100 franga pa 200 franga. Po 100 franga me alon, 4 çtunë bëjnë 400 franga. Edhe 4 dille me dalë bëjnë 800 franga. E cili është momenti më i bukur i jetës tone? Momenti më i bukur i jetës time kur e kom shu Zvicrën që kom marrë në Kosovë me tu. Ke momenti më i bukur. Edhe të thashun se djalin i ka pas 4 vjetë gjys kur e kom lëshuar, po dikun 3 vjet kur e pa të 3 vjet, vike në Kosovë, son vike atje. Ka të s'kishtë që Po ka ndodhë dhe në 3 muaj ka najtë së vike. Pse ku me dalë, ku me lujtë. Shoqja të shpil plasës në qitke. Cili është momenti më i vështirë? Cili është momenti më i vështirë? Një që e ke po. Momenti më i vështirë është kur më ka lind djali, që tash në Zvicër, të punu me rrogë, më konë gjendë me najtë largë familjes, edhe mos më konë gjendje ti me mi do 200 franga tash. Edhe thminja mos më të kënaqë, unë se kom pat arsyeshme me najtë edhe i kom dha fund. Këtë veç për fëmijë. Ja ka vlejt halal të koftë. Pa 3 fëmijëve, se nuk iq absolut. A i shgënyu në erë njëtë? Për persona vtafër. Atë kallëzova, ja, pe persona, jo. Ndohë nështë në era, ma po jo. Shumicën jo, s'm kujtohet në një aty. Ja. Çka mendon parja? Ata është të lumturin, a veç të zgjidh problema? Jo. Qëra, pa pare ti s'në banë kur gjo, po kur të punon, i ki. Mos me punon ati ku dush, shko, ti nuk hije. A menon që këto dhe po zgjidhen pak shqiptarë që mos me punu për shembull baushtel ose me kap një kaci se marr, a mu me shku jashtë e ban? Jo marrë jashtë, po jashtë Punon. punojnë edhe Rajnigun që i thënë gjermanisht, për shemë, pastrus, me pastrua. A menon që po zgjidhen këto? Po këtu po zgjellin, normal që zgjell. Nasha kërkoj. Jashtë atje punojnë gjithë shka, se menojnë që si she. Unë për veti punoj, se unë ku punu atje punoj edhe këtu. Po unë për veti kom rapi shmone që kom shku 3-14 vjetë gati i kom pas bo atje. I kom rapi shmone që kom shku që se kom zhvillu jetën teme në vend temin. Që se kom dërtu vendin tem. E mira kësaj që je kthy. Që thojnë ma mirë vullë se korë. Po, ja, po, në apetës jam, kom shku, së mjetë marak, kom shku, kom përvu, kom po që s'ka kur gjo dhe... Falënderoj shumë se gjithë e komendo me neve. S'ka përse, falenderit edhe për juve, Kaluni bukur. kaloni mirë.